këta angazhimeve të tyre të përditshme, kështu që ta kanë një pikë referente se ku mund të orientohen për biznes plane, ose për njoftime, ose për grante dhe përgatitje dokumentacionit, gjithsesi duke u mbështetur edhe nga zyra komunale e blegtorisë. Përdyshe është një fushë që ne llogaritim që do të ndikojnë edhe zhvillimin ekonomik, përndryshe duhet ose parashien edhe organizimet panajireve, po mbi të gjitha edhe brendimi i djathit sharrit që llogaritet një prej aseteve të komunës Dragashit. Për specialitetet më të mira, më së shishme sigurisht, dhe Gjeladini çka përbuqësi? Komuna Dragashit ka më shumë potencial për zhvillimin e blegtorisë sa bujqësisë, për arsye se toka nuk është pjellore dhe nuk është frytdhënëse, po unë po përmendem në komunën e Dragashit është e zhvilluar blegtoria. Komuna Dragashit ka 160 fermer të cilët ruajnë lop, ka 60 fermer të cilët ruajnë dele, do thotë ka atë fermerët të cilët ruajnë lop 160 kanë 1600 lop, ndërsa dele janë 10.000 dele. Gjithashtu kemi 2 fermer që ruajnë dhi, 2 fermer që ruajnë fellenza, 57 fermer që merren me bletari dhe 4 me pulari. Ka bletarit që merren me bletari kanë 3388 koshire bletësh. Unë sekretari i komunës së Dragashit për ardhës sime në pushtet, do thotë kanë qenë shumë interesuar që të ndihmoj këtë kategori të punësumeve dhe ne ndajmë subvencionet e rregulla që për bujqit dhe blegtorët, për gjitha këto që i përmenda, ndajmë përveç që ndajmë subvencionet qeveria e Kosovës, ndajmë edhe nasi komunë Dragashit. Prej vitit tashëm do të fillojmë të ndajmë edhe subvencione edhe për kultivuesit e mjedrës dhe të drezave. Mirë, me qenë se o përmenë blegtoria shumë, o përmenë ndelet, do të Shabani, cili mund tjetë plani juaj, ose cili është plani juaj për të ashtuar ose për të arritur prodhimin e djathit të sharrit dhe për të stimuluar fermerët që ta kultivojnë sa më shumë dhe të mos ndihen, si themi, inferior ndaj dikujt që nuk e bën atë punë. Pa që kultivon dele, lop dhe shet djathin e sharrit. Si mund të stimuloni dhe të ashtinë më përpara këtë çështje? 1 minutë kohë po ashtu për juve dhe për secilin për ju. Aktualisht fermerët tonë me shumë sukses arrin ta bëjnë prodhimin e djathit sharrit dhe tashmë është i njohur edhe me pjesëmarrjen e përpanajire, mbi të gjitha ata kanë nevojë për subvencionim, ata kanë nevojë edhe për mjete moderne të përpunimit. Mbi të gjitha ata kanë nevojë që djathi i sharrit ka mundësi të brandohet edhe dihet që është djathi i sharrit nga komuna e Dragashit, se na tash për fat keq po shohim për gjithë Kosovën, ndoshta që veç po e qit një etiket djathi i sharrit e nuk ka të bëjë me djathin e sharrit. Komuna e Dragashit është e shuar edhe për produkte bio. Na nuk mund të konkurrojmë ndoshta edhe vise tjera me sasi, mirë po mund të konkurrojmë me cilësi. A mund ta rresni numrin e kultivuesve? Zakonisht vetë fermerët kanë investuar në drejtim, na do të bëjmë përpjekje se në kaluarën është bën që përmes organizatave të huaja të shtojmë krerët e deleve, me qëllim që ata të përzgjedhin edhe racën që është i përshtatshme për komunën e Dragashit, po mbi të gjitha edhe do t'i subvencionojmë edhe makinari të ndryshme, do t'i subvencionojmë edhe mbledhjet e ushqimit kasheve edhe për kokë deleve. Dhe si Dilar, sa i përket prodhimit të djathit dhe blegtorëve, si mund t'i stimuloni ata? Po, prodhimi i djathit... Ose që edhe qytetarë tjerë, banorë tjerë të cilët nuk merren... Prodhimi i djathit është realisht është një brend komunës së Dragashit, sepse me të vërtet na prodhojmë një djath e shkëlquar, po për të stimuluar fermerët, na sefte duhet me bo një stabilitet politik, duhet me kriju kushtet infrastrukturale, duhet me përforcu stabilitetin e rrymës, se na në 1/3 e komunës e kemi rrymën katastrofal, edhe nuk e kemi kushte për investimet huaja. Për shembull, unë jem konë para disa muaj në Bruksel. Kom taku shumë njerëz në Bruksel, edhe janë investitorët nga pjesë e gorës komunës së Dragashit, të cilat janë pikërisht interesuar për brendimin e djathit të sharrit edhe për të bërë një fabrik ku do të prodhohet djati i sharrit. Po pengesa e kanë infrastrukturën, stabilitetin jo politik edhe katastrofë me furnizimin me energji elektrike. Për blegtor duhet më organizu një farë seminare
duhet me stimulu blegtorët që të i shoqëron me blegtorët tjerë në rajon, sepse blegtorë zakonisht nuk janë me profesion ato, po e kanë si farë hobit e na. Duhet atynve me ufru lloj seminare për të mësuar ma shumë qysh bëhet mjalti i mirë edhe si të transmetojnë ato në publik me marketinge për të pas tregun e sigurt për shitje. Dhe Gjeladini? Masat të cilët i kemi ndërmarrë në si komunë dhe subvencionimi i produkteve, dhe subvencionimi për koktelesh, për kokt lopës, për koshere, subvencionimi për kokt të pulës, dhe për kokt fillenzave janë faktorë cilët ndikojnë të fermerit që ata të kanë llogari dhe të rritin numrin e krejve të tyre. Mirë po, komuna i ka dur pak të lidha dhe mundësit e vogla për me ndikua që fermerët të rritin numrin e krejve. Këtu duhet mas shumë të qeveria qendrore të ndikojnë të rritë subvencionet dhe të stimulojë, sidomos viset rurale dhe komunën e Dragashit, sepse këtu dimrat janë shumë të gjatë. Do të thotë fermerët tonë shumicën dërmuese të mjeteve e harxojnë për me ble ushqimin. Derisa në pjesën e Dugaxhinit ka 1 muj, 2 muj dimër, në komunën e Dragashit ka 6 muj. Unë shumë herë me ministrin e bujqësisë kom pas takime, sepse i kom marrë pjesë në shumë panajire, edhe kom përku nga këta që fermerëve Dragashit të t'jau subvencionore kullotat. Këto ka Macedonia, se fermerë jau subvencionur, kullotat se na kemi vetëm kullota, ara nuk kemi, kështu që nëse bliktorve të Dragashit ja subvencionur kullotat, sigurisht që ata do stimulohen të rritin numrin e dileve, edhe të love dhe krerëve, edhe do të rritin dhe prodhimi i djathit. Me folë për Dragashin edhe natyrën e bukur që e ka Dragashi, e mëse folë për turizmin, nuk shkon hiç kursysh, kështu që do të flasim për turizmin, të ndajmë nga 2 minuta kohë, sepse besoj që keni plane konkrete se çka do të bëni, e përmendet pak më herët se ka 6 muaj verë dhe 6 muaj dimër, çush mundet me u bë Dragashi që me pas turizëm krejt stit 12 muaj të vitit. Çka keni me bë zoti Sejdilar për turizmin, ma saktësisht me plane konkrete? Edhe puna turizmit prap lidhet me infrastrukturë dhe me që ato çështjet e rrymës që kemi folë më herët, është e para. E dyta, në Dragash momentalisht nuk ekziston turizmi, po ekziston vendi për argëtim. Që do të thotë në Dragash mundesh me pas një shëtitje në natyrë edhe mundesh me shku në skijim. Për me zhvillu turizmin, duhet komuna me bo një plan zhvillimor turizmin me përmbajtje ekspert. A keni ju një plan të tillë? Veç të përfundoj, se do të dalim edhe të qajo pika. Ai plani nuk bëhet për një ditë, një javë, një muj. Sipas planit tem për udhëheqje e komunës, në 4 vitet e para, do të formohen komisionet, grupet punuse të ndryshme me ekspertve, cilët do të hartojnë një plan zhvillimor e turizmit, në cilin plan do të fokusohemi për atrakcionet që muj me ngrit në komunën e Dragashit,